Në fshatin Rakinic të Podujevës, ushtarë të armatosur të Gjandarmerisë Serbe kanë kaluar kufirin me Kosovën, duke hyrë në territorin e saj. Me reagime të shumta që nga presidentja e zyrtarët e tjerë të shtetit, është pritur ditëve të fundit informacioni se Gjandarmeria Serbe hyri në territorin e Kosovës në veri të vendit, ku kidnapoi një qytetar dhe u largua. Por kjo duket se nuk është hera e vetme që forcat serbe së fundmi kanë kaluar në Kosovë. Radio Televizioni Duka Gjini ka publikuar disa pamje që posedon, të cilat janë realizuar nga mesi i tetorit, dhe aty tregon se si forcat serbe hyjnë në vend, por nga verilindja, saktësisht në fshatin Rakinic, në afërsitë e Orllanit të Podujevës. Televizioni ka qenë në pritje të një konfirmimi për rastin nga policia e Kosovës, pyetjet e të cilëve u janë drejtuar që nga 20 tetori dhe ende nuk ka një përgjigje. Megjithatë, konfirmimin e krejt ngjarjes e ka bërë misioni i NATO-s në Kosovë, KFOR-i. Ne jemi në dieni të kësaj ngjarjeje të ndodhur më 15 tetor, ne ishim në kontakt me forcat e armatosura serbe. Bazuar në informacionin e tyre, personeli i Gjandarmerisë Serbe po ndiqte individ të përfshirë në aktivitete të paligjshme të prerjes së pyjeve, sapo kuptuan se kishin kaluar vijen kufitare administrative. Ata u kthyen menjëherë në anën e vijës kufitare administrative të Serbisë. Ndërkohë, televizioni ka komunikuar edhe me banorët e asaj ane dhe ata të cilët kanë xhiruar, por të njëjtit nuk kanë dashur të deklarohen, veçse kanë konfirmuar se njërit ushtar Serbia kanë konfiskuar edhe traktorin. Pretendimet e tyre janë se gjithashtu forcat serbe i kanë ofenduar dhe sharë gjatë këtij ballafaqimi. Pos policisë së Kosovës që nuk është përgjigjur, televizioni Duka Gjini ka kërkuar një reagim edhe nga Ministria e Brendshme dhe informacione se institucionet e sigurisë kanë qenë në dieni për rastin, por as ky institucion nuk ka kthyer përgjigje. Policia është reaguesi i parë i sigurisë në vend, e KFOR-i i treti, megjithëse misioni i NATO-s është përgjegjës për sigurinë e kufive mes Kosovës e Serbisë. Një person mashkull me inicialet MV, për të cilin policia e Kosovës njoftoi më 3 nëntor se kishte marrë informacione se ishte plagosur dhe më pas rrëmbyer nga Gjandarmeria e Serbisë në territorin e Leposavicit, thuhet se punonte në Byron Kosovare të Sigurimit në vendkalimin kufitar të Jarinjës në veri të Kosovës. Radio Evropa e Lirë konfirmoi nga disa burime se bëhet fjalë për Milan Vukashinovicin nga Leposavici, një prej 4 komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës. Fillimisht edhe avokati serb Ivan Ninic shkroi në rrjetin social X se Milan Vukashinovic ishte plagosur rënd në një shkëmbim zjarri në fshatin Jellakc, pranë Leposavicit, dhe se mjekët po luftojnë për jetën e tij në qendrën klinike universitare në Nish. Ky fshat ndodhet në komunën e Leposavicit, në veri të Kosovës, pranë kufirit me Serbinë. Ninic, avokati i familjes Vukashinovic, thot për Radion Evropa e Lirë se sipas informatave dhe burimeve të tij, në këtë incident kanë marrë pjesë ushtar të ushtrisë së Serbisë në uniforma kamuflazh, pa shenja identifikimi, ndërsa Kosova e akuzon drejt për drejt Serbinë për shkelje serioze të sigurisë së kufive dhe të paqes, ndërsa Beogradi zyrtar nuk ka reaguar ende për këtë incident. Për shkak të heshtjes së organeve serbe, avokati Ninic dyshon se plani ishte që rasti i Vukashinovic të fshihej. Por çfarë ndodhi më 1 nëntor në kufirin midis Kosovës dhe Serbisë? Avokati Ninic thot se të shtunën më 1 nëntor, Dragana Vukashinovic, nëna e Milan Vukashinovic, e kontaktoi atë, duke i kërkuar që ta përfaqësonte, sepse djali i saj kishte shkuar në pikën kufitare me Serbinë atë ditë për të parë një mik nga Lukovska Banja në Serbi dhe nuk ishte kthyer në shtëpi. Bëhet fjalë për ta shqyrtuar kalim alternativ me Serbinë, kalime zyrtarisht të paregjistruara midis Serbisë dhe Kosovës në fshatin Jellack. Sipas Ninic, Vukashinovic më pas e ka kontaktuar nënën nga një autoambulancë, duke i thënë se ishte i plagosur, por se nuk mundi tregonte asgjë më shumë. Ninic thotë se të anën, me miratimin e nënës së Vukashinovic, ai vendosi të fliste publikisht për këtë rast, sepse autoritetet serbe nuk kishin reaguar dhe se si avokat ai nuk kishte asnjë institucion me të cilin mund të komunikonte. Avokati shton se përmes kanaleve dhe metodologjisë së tij të punës ka përcaktuar se Milan Vukashinovic është qelluar me armë zjarri në zonën toksore të sigurisë, por se nuk mund të specifikojë nëse në anën serbe apo atë të Kosovës. Mund të them vetëm se ai u transportua në spitalin në Prokuplje, se në atë aksion morën pjesë 3 xhipa pa targa, se më vonë u përcaktua se këto automjete me shumë mundësi i përkisnin armatës së tretë të ushtrisë së Serbisë, se automjeti i katërt kishte targa, se personat që morën pjesë në të gjithë aksionin ishin me uniforma kamuflazh të zeza dhe jeshilet e errta, se ata nuk ishin shenja të ushtrisë ose xhandarmerisë,
dhe se kishin maska në kokë, thot Niniq. Mateja i thekson se personat që përmend janë vërejtur edhe nga qytetarët në Prokuple, si dhe nga punojësit e spitalit të Prokuples, të cilët sipas Niniq ishin të parët që e morën nën kujdes Vukashinovicin. Por në çfarë gjendje ndodhet tashmë Milan Vukashinovic? Sipas avokatit Niniq, gjatë transportit drejt spitalit në Nish, Milan Vukashinovic ka humbur shumë gjak dhe i është hequr një veshk, i është nxjerrë gjak nga mushkrit dhe i është hequr diafragma pulmonare. Aktualisht ai ndodhet në dhomën e kujdesit intensiv dhe ende nuk dihet nëse do të mbijetojë. Nëna dhe motra e tij nuk lejojnë që ta vizitojnë fizikisht, por mund të marrin informacione përmes telefonit ose mjekëve në spital. Radio Evropa e Lirë kontaktoi spitalin në Nish për këtë rast, por nuk mori asnjë përgjigje. Niniq thot se si avokat i familjes Vukashinovic është i shqetësuar që autoritetet serbe nuk kanë dalë me asnjë reagim dhe se ende nuk dihet nëse dyshohet për ndonjë vepër penale apo nëse është lënë në paraburgim apo cila prokurori po e trajton rastin. Si avokat nuk kam asnjë institucion të cilit mund t'i drejtohem dhe me të cilin mund të komunikoj për rastin, këmbgul Niniq për Radio Evropa e Lirë. Reli gjithashtu kontaktoi edhe zyrën e prokurorit të lartë publik në Prokuple dhe është në pritje të një përgjigje. Ndërkohë Niniq thot se familja është e gatshme të padisë Republikën e Serbisë, Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Ministrinë e Mbrojtjes, si dhe të kërkojë përgjegjësi individuale. Sa i përket motiveve të mundshme, Niniq thot se ende nuk i di motivet për plagosjen e Vukashinovic. Ai thot se ka informacione se personi në fjalë ishte në konflikt me përfaqësues të listës serbe, Partisë Kryesore të Serbëve në Kosovë, që e ka mbështetjen e Beogradit, sepse nuk donte t'u bindej politikave të tyre. Nuk mund të them se ky rast ka prapavi politike, por mund të them se personi nga Lukovska Banja me të cilin Milan kishte marrëdhënie miqësore dhe me të cilin ishte planifikuar që të takojë, është një pjesëtar aktiv i ushtrisë së Serbisë. Dyshoj se bëhet fjalë për një operacion shumë të gjerë në të cilin Milani është joshur, thot Niniq. Lista serbe nuk u deklarua për plagosjen e Vukashinovic. Serbia më herë ndërkohë ka akuzuar pjesëtar të komunitetit serb për spionazh në dobi të organeve të sigurisë së Kosovës, ndërsa para organeve të drejtësisë në Kosovë janë duke u zhvilluar disa procese për dyshime për spionazh në favor të agjencisë serbe të inteligjencës. Por kush është Milan Vukashinovic? Milan Vukashinovic ka punuar në Byron Kosovare të Sigurimit që nga viti 2011, konfirmon Pareli, një shefi i kësaj byroje, Rahim Pacolli. Avokati Niniq ndërkohë thot se ka informacione se Vukashinovic ka punuar në një kompani sigurimesh në një nga pikat kufitare të Kosovës me Serbinë. Pacolli ndërkohë shton se Vukashinovic ka pasur probleme edhe më parë, sepse ka vuajtur presionin e serbëve, por se nuk e ka lënë kurrë punën. Reli përmes mjeteve forenzike për njohjen e fytyrës konstatoi se Vukashinovic është i njëjti person që më 28 qershor të këtij viti kishte folur publikisht për presionet që po përjetonte në një bisedë me gazetarin dhe ish-deputetin e Kuvendit të Kosovës. Në një bisedë me gazetarin dhe ish-deputetin e Kuvendit të Serbisë, Nemanja Sharovic, për televizionin KTV nga Serbia, MFA tregon se fotografia e Milan Vukashinovic, të cilën në rrjetin X e publikoi avokati i familjes së tij, Ivan Niniq, dhe fotografia e personit që jep deklaratë në emisionin Fjala e Popullit në qershor të këtij viti përputhen. Përveç me Vukashinovicin, Sharovic të ditë kishte zhvilluar biseda dhe me disa serb të tjerë në Gazi Mestan, afër Prishtinës, vend ku çdo vit mblidhen serb nga Kosova, Serbia dhe vendet e rajonit për të festuar Vidovdanin dhe për të shënuar përvjetorin e betejës së Kosovës. Milan Vukashinovic tha në atë kohë se serbët u larguan nga institucionet e Kosovës në nëntor të vitit 2022 pas presionit të listës serbe. Ai pretendon se personalisht ka vuajtur presionin dhe se nuk dihej i sigurt që të vizitonte Serbinë sepse nuk donte të jepte dorëheqjen. Ata shpikën lloj-lloj historish për mua, më lidhen me shqiptarët, nuk jam i sigurt që të udhtoj në Serbi, jam vetëm këtu në Kosovë. Unë e anashkaloj Serbinë, tha ai ndër të tjera.